Mundësia që të bëjë ndriçime publik në lagjen e majtë të komunitetit rom në Levan u shua pasi 25 llambat e premtuara për të vendosur në rrugën kryesore dhe rrugicat e lagjeve më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve ndryshuan destinacion. Aktualisht, rrugët e lagjeve janë tërësisht në terr dhe kjo shkakton pamundësi të lëvizjes së nevojshme gjatë orëve të natës dhe pasigurisht shprehet kryetari i komunitetit rom Azbiçela. Sipas tij, ndriçimi publik vazhdon të jetë brengë e madhe e kësaj lagjeje, edhe pse u premtua zgjidhje përpara fushatës në këmbim të mbështetjes me votë në zgjedhjet e 11 majit. Na i treguan llampat, por nuk i vendosën dhe kjo është një fyerje që po shtron komunitetin rom, i cili, si të gjithë hallëxhinjt, u gënjye shpejt nga premtimet e kandidatëve të Partisë Socialiste gjatë fushatës elektorale, të cilët nuk u dukën më për të mbajtur premtimin. Mungesa e ndriçimit i ka bërë hapësirat publike të pasigurta për komunitetin rom, të cilët shërbimet e kërkuara i mungojnë. Gjithashtu, zoti Çela ka pohuar për televizionin Apollon se ndriçimi publik, kjo e drejtë e qytetarëve rom, nuk është e garantuar, edhe pse ndihmon banorët që të lëvizin edhe gjatë natës për t'i parë rrugët më mirë që të shmangin gropat e shumta, por edhe për të evituar vjedhjet. Për këtë mashtrim elektoral ndikuan edhe disa ish përfaqësues të komunitetit rom pranë institucioneve lokale dhe partisë në pushtet, ka thënë i revoltuar kryetari i komunitetit rom në Levan, zoti Çela për televizionin Apollon. Ka premtuar për 25 llamba para votimeve, edhe deri tani nuk është vendosur asnjë llamb dhe jemi në pritje për të vendosur. Komuniteti i kësaj lagje është shprehur me vullnetin e lirë që ka votuar, me shpresën se do të ndihmojë këta njerëz të paktën për atë që ju lutemi shumë. Hidhni sytë edhe këte nga ne, se edhe ne njerëz jemi. Do lutemi shumë për ato dhama që na premtuat, edhe nuk janë vendosur, të viti vendosim, se këtu është bërë një errësirë që nuk shikojmë asgjë tjetër dhe rrezikojmë edhe vjedhjet. Sikur të mos mjaftojnë problemet e tjera me ujërat e zeza, rrugët e brendshme dhe uji i pishëm, banorët e rom nuk e dinë se çfarë është ndriçimi publik dhe në këto kushte e mbyllin ditën me perëndimin e diellit, ka thënë zoti Çela. Sipas tij, ankesat e vazhdueshme kanë marrë si përgjigje nga pushteti lokal dhe qendror premtimet, por deri këtu, pasi ato nuk janë bërë realitet. Ai bën thirrje deputetëve të mazhorancës dhe drejtuesve lokal të kthejnë syt nga komuniteti i shumë vuajtur rom, ndërsa përfaqësuesve rom me ndikim ose në shërbim të partisë në pushtet të mbrojnë interesat e banorëve rom dhe jo të pushtetit me të cilat janë të lidhura ngushtësisht.